Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi në kanalin ton Rrëfime Jete, këtë herë për të ndarë një letër të tmerrshme. Këtë letër ma ka shkruar një nën, ajo tregon gabimin e saj, ajo ka lënë vajzën e saj 2 vjeçe, edhe është larguar me të dashurin, është martuar, nuk i ka interesuar për fëmijët, por sot, pasi që vajza është 17 vjeç, kjo nën ka disa fjalë për t'i thënë. Unë dua të marr mendimin tuaj në fund të kësaj letre dhe ju kisha lutur që ta shpërndani sa më shumë këtë videon te miqtë tuaj, te njerëzit tuaj të afër që edhe ato të japin mendime që të ndihmojmë të paktën nënën e Almës me mendime. Alma ime, nuk e di nëse një ditë do të bjerë në dorë kjo letër ta dëgjosh. Nuk e di nëse do ta dëgjosh deri në fund bi, nëse do të zemërohesh me mua, nëse do të qash, apo nëse do ta mbyllësh pa dashur të dëgjosh asnjë fjalë nga nëna jote. Por unë sot nuk po të shkruaj për t'u justifikuar në asnjë mënyrë. Po të shkruaj sepse kam mbajtur brenda vetes një dhimbje për 15 vite me radhë. 15 vite pa të parë fytyrën tënde, 15 vite pa të dëgjuar të më thrasësh mami. 15 vite pa e ditur se si je rritur, çfarë të ka pëlqyer, çfarë të ka mërzitur, kur ke qarë dhe kush t'i ka fshirë lotët. Sot ti je 17 vjeçe, Alma, edhe unë ende të mbaj në mend si një fëmijë të vogël. Më duket sikur koha ka mbetur aty, në ditën kur unë të lash pas. Por ti je rritur, bi, dhe unë kam humbur gjithçka, kam humbur. Kam humbur ditëlindjet e tua. Kam humbur ditët e para të shkollës. Kam humbur momentin kur mësove të shkruaje. Kam humbur festat, sëmundjet, buzëqeshjet, lotët, frikërat dhe ëndrat e tua. Ndoshta ti ke pasur momente kur ke pyetur, ku është mami im? Ndoshta ke pyetur, pse nuk erdhi? Ndoshta ke menduar se mami tim nuk të donte. Dhe vetëm mendimi se mund të kesh besuar këtë gjë, më beso, bi, mua më copton krejt shpirtin. Sepse, Alma, unë mund të kem gabuar, kjo është e vërtet. Mund të kem marrë vendime që sot do t'i ndryshoja me çdo kusht. Mund të kem ikur nga jeta jote. Por nuk ka pasur asnjë ditë në këto 15 vite që unë ty, bi, të kam haruar. Asnjë. Unë e di që ti mund të më uresh mua me shpirt, dhe nëse më uren nuk do të të fajsoj fare, bi, sepse unë nuk isha aty në asnjë moment. Ti kishe nevojë për nënën tënde dhe unë nuk isha pranë teje. Ti kishe nevojë për nënën tënde dhe unë nuk të përqafoja. Ti kishe nevojë për dikë që të përqafonte dhe unë në të vërtet nuk isha aty. Ti kishe nevojë për dikë që të të thoshte, mos e ki frikën, mami është këtu. Dhe unë në të vërtet nuk isha përsëri aty. Kjo është dhimbja që do ta mbaj me vete gjithë jetën time. Por ka edhe një të vërtet tjetër që dua ta dish, bi. Unë nuk të lash sepse unë doja që ty të leja, por jeta ime mori një drejtim tjetër. Unë u largova dhe shkova me burin që kam sot. Ishte një vendim që në atë kohë mendova se mundesha ta përballoja. Por nuk e kuptova në thelb se çfarë unë po humbisja. Nuk e kuptova se një nën mund të largohet nga një shtëpi, por zemra e saj nuk largohet dot nga fëmia. Dhe sot, pas 15 vitesh, po e kuptoj çmimin e çdo vendimi që unë kam bërë.
Bashkëshorti im i dytë nuk më ka lejuar që të takoj. Çdo herë kam menduar që të vi tek ti, ka pasur realisht një pengesë ka patur në këtë mes. Çdo herë që kam dashur të shoh, kam dëgjuar fjalë bërë të tërhiqem. Dhe unë kam heshtur. Kam heshtur shumë, ndoshta shumë më tepër se ç'duhej. Dhe për këtë heshtje, Alma, më fal. Nuk po të kërkoj të më falësh menjëherë. Nuk po të kërkoj të harosh 15 vite. Nuk po të kërkoj të sillesh sikur asgjë mes meje dhe mes teje nuk ka ndodhur. Vetëm dua të më japësh një mundësi të shoh në sy. Vetëm një herë. Dua të të shoh jo si një fotografi të vjetër, jo si një kujtim. Dua të të shoh si vajzën time 17 vjeçare që je, që ti e bër. Dua të di nëse ke sytë e mi. Dua të di nëse buzëqesh si unë. Dua të di çfarë muzike dëgjon, çfarë ëndrash ke, çfarë dëshiron të bëhesh. Dua të di nëse ndonjëherë kur je vetëm ke menduar për mua. Alma, unë kam menduar për ty pafundësisht. Ka net kur kam marrë një fotografi të vjetër dhe kam qëndruar duke e parë për orë të tëra. Kam pyetur veten, si është vajza ime sot? Çfarë bën? A është e lumtur ajo? A ka patur nevojë për mua? Dhe pastaj unë kam qarë në heshtje. Sepse e di që koha nuk kthehet. Nuk mund të kthehet në ditën kur ti ishe e vogël. Nuk mund të të marrë në krah si atëherë. Nuk mund të të shoqëroj në shkollë. Nuk mund të të puth para gjumit. Nuk mund të të them që mami është këtu. 15 vite janë zhdukur. Por një gjë nuk është zhdukur bi. Nuk është zhdukur dashuria e nënës për ty. Dashuria ime për ty, ajo mua më ka mbetur, edhe kur nuk të kam parë, edhe kur nuk të kam dëgjuar, edhe kur nuk kam ditur asgjë për jetën tënde. Ti ke qenë gjithmonë vajza ime. Alma një ditë më pyet nëse ti mua më pyet, pse nuk erdhe më herët, nuk do të kem më një përgjigje që ta shëroj dhimbjen tënde. Mund të tregoj arsyet, mund të tregoj frikërat, mund të tregoj se sa herë jam munduar, por asnjë arsye nuk i kthen 15 vitet. Dhe unë nuk dua të fshihem pas justifikimeve. Dua të pranoj gabimin tim. Më fal që nuk luftova mjaftueshëm për të qenë pranë teje. Më fal për çdo ditëlindje ku nuk isha. Më fal për çdo natë kur ke pyetur veten për nënën tënde. Më fal për çdo herë që ke parë nënat e shoqeve të tua dhe ke menduar, pse nëna ime nuk është këtu? Unë të dua dritë e syve, sepse unë jam nëna jote. Dhe një nën mund të jetoj pa shumë gjëra, por të jetoj pa ditur si është vajza e saj, kjo është dhimbja që nuk është shëruar kurrë në zemrën time.